E kështë nëzërë gardioni i revolën dhe më thëtë, shetaj që ta në kësha mësu. Shetit. Hece jetë 2 hapa, në shumë konë, së në hecëshë. Tja me revolën e t'jashtin në goj, ati gardionit. S'ke filmit të shkoba, ma hinë në tonë, unë nuk disha shumë ka bëmët. Tha në qëfë si do me vrojë, tha, ka vroje. Vroje tha që të kështë. Tha, po balë mos, a përshet si së shënë gjendi me hecë. A i shkon një farë Milazem Bytyqi, gardian shqiptar, i fshatit Mlanaviq, ose Shkoës të ashti. A i më ka këfjellë dhe i mordë në jetë rezultati durve të Afrimavdës. A i më ka najtë gati si thmijës vetë bre. Tash, në të gjendje që fare isha unë edhe më ndrojke, e për kuptën, ishe pa leves shumë. I kum qelë sëmët, e kum po një njeri ullët, ngat me e në gojza, edhe të më thanë, qubre, qu. Këfjella, këqyri, se disha as kur shonsht, nuk ishi rehen, nuk disha ku jam, isha që shafet e bardh, ashtë si që a jam spital, as që më shkaj keme ane që mu i me konë burgë, së disha, më kisho vedije. O shqiptar të jam e dhone, ku më ka thanë shqiptar jam e dhone, mu ka këthuj pak draka. Tani menja hamas, ku shoky? Tha unë jam Afrimavdaj, jam kirurg të me profesion, e tha unë jam e arrestunë si ti i burgosën. Pikaj tjepives, tha i Lubiqeves. Lubiqeves, një vlau e ka dëshmor Balijen, unë jem njoft me to, në shkollë të mesme. Pëtham Baliavdën, tha vlau. Edhe këtu tani, unë ku më fillu me pas besimin të që okej, ky ku ka shqiptar. Më ka këthy një jetë me ato, me ujë, që thujnë ujë me pamuk, me ato ujë në gojë që më shtike me paloma, kom për mi kështu, në masazha, dhe qysh ka mujtë tesa, mu më ka ardhë, e kom marrë vedije. Qështu tani, ka vazhdu kjët, nesrit, kër e kënë po që jem këfjell, uniformës më këshin heq, uniformën e këm pas vesh, kur s'më këndesh heq. Kur, e kënë bërë qëllimisht, sepse kush kaloj ke për skajt, të dashke me ditë shumë e të bon. A i për më thot, njesit me në rani, mi se kisha marrë pak vetën, faktikisht më qusë më isha hequne, kisha Krushova e posh gjaka, din kjo qashafi. Në plagosën, a i sen dhe për këshyrë në për prejki kështu, jo, ki urinu gjak. Edhe pjesë e trupit ka kënë pelcet, pitajnës, që kënë pelcet kënë shur gjak, plagë s'ki, veç që pa pelcesin pitajnëve. Njesit me nxez vjen, me nxez qobë, dikun kërë pas orës, shumë e tanë, u shikëshin rezet e dilit, se ka që mu isha me orientu në teorë atëherë në atë ku. Tha, qumat e qizmet edhe me dalë gardioni, me dalë në shetitje. Në shetitje si i qitë që në konë një farë vendi aty, që e kënë pas kohën për më shetit. Mundoha mu që s'mo isha mërë, s'mo isha se isha lam i bom, qutha, okej. O mundoha në të temen, mi gjujt i qizmet, që i kisha. Si hike koma, se isha ojnë, nuk hike në qizme, Allah. Nuk hike në koma. E kom ngresi me haz, edhe këtë qetën kështot, nuk i lidha hecë se s'kish shmo lidha ja aty. To e të zakë qërtë që. Mundoha me hecë koridorit, se më isha e kom njësë në gojza. Kemi pas të një do shkallë, për më shdryp të poshtë, unqët, shkallëm shkallë që ashtu të këtërdin e barë. E kështë nëzërë gardioni i revolën edhe më thëtë, shetaj që ta në kësha mësu. Shetit. Hece jetë 2 hapa, në shumë konë, së në hecëshë. Edhe e kom njësë me hecë në gojësë. A i revolën dorë. Arë një gardian qeter, nuk e disha te në atë moment kër shunshtë, të e shah. Tja me revolën e t'jashtin në gojë, ati gardionit. S'ke në filmit të shkoba, ma hinë në tonë, të nuk disha shumë ka bëmët. Tha në qëfë si do me vrojë, tha, ka vroje. Vroje tha që të kështë. Tha, po balë mos, a përshet si së shënë gjendi me hecë. A i shkon një farë Milazem Bytyqi, gardian shqiptar, i fshatit Mlanaviq, ose Shkoës të ashti.
I dalëm prizren, gardian I burgit. Ai, djali pashëm pedant I gjatë. Shmarë ku shokin njëri që dhe më pështu mu kështu. Ai shkon shefi ndrimit, e ka marrë, si shef ndrimi e ka marrë. Ka shku I ka therë 2 vetë, se shiki që s'moj më në gjithë shkallën. Ka therë 2 të burgosën, më kanë kapë qështu zhag, më kanë shti mrana. Mo pjetë se dite, nuk më kanë zerë, pjetyshit, tek tjerti, në kurinardh pi ofenzives, do dite që I kënë prunë të burgosën, që I këshin zanë në rrugë, kështu qytetarë, nuk më ka mundë s'kush. Mas nja, 2 dite mësë më kanë qu nalt atje në dhomë, I binë do të ravecit, e njoni për të vëmë, kësha nisë ka pak halojsha jajën në ftyre, në kom me, kësha marrë pak vetën sa me komuniku me folë, pa I pishenja që I kisha në ftyrë shumë, nuk më I ka më hetu njoni për të vëmë. Tha ty pa të në gjahë, njoni për të vëmë. Së di. Jo, thojmë të të njoftë. Tha ti kon I veshë në ushtarë, dhe I kon në ratë kocë. Unë s'pa të në gjahë, në gjesha mirë. Ajo kon I farë djali, që vedhët ke ka pak, e shavedi I ka shfrizu që tu, na, e për të më dhënë dëshë plaka atëherë në atë kupë, mi thanë, shkonë shpitonë dhe se bëllë mo. Edhe, tha ti, qështu, shjobës, ki nga tru. Tash njoni vetën për më thot o Isak, më sulat të I falë se isha I, më sulat të I falë të asje, tha bash Isak e kjemni, se atë ki kishtë në një dhe, a e dalë për jashta, nuk e di shë me konë ka mujtë me folë, edhe shë ka mujtë me folë, po e di që, kër më kanë zërë për jashta, për zdyti, edhe I herkeni, gardiantë, panal. Ta ju tash me frungat, me thanë, o ti djallë, na ma kjerë s'kem ku shkojnë, po ti me mua me rushën. Në alë mëra, dikur atë mos falke me 4-7 orë, në kanë transferu, vish në kanë tanë bojë I gati. Me afrimin tani kemi najtë edhe një, nëse s'gaboj te me 4-7 orë, do të pikë kurrikut, datët tash, unë e di që I më arrestu me 18 kurrik, po datët kur nuk më marrë vetë dijen e këto, te me 4-7 orë kemi najtë me afrimatën. Afrimi më ka këty një caj, e ka pëtu edhe një liber, ku ja 2 faqe flasin për mu, qysh më kanë qua dhe qysh më ka këthy një jetë. Ajës jo që ka pas pajisi, po të një kishën pas tanë qyqyre. Në dektë që këtë, ti kemi dekë mas tina. Të në ngutës që ka pak të shënë, me ki pas haldin të në temin. Edhe, sot asë e ditën e kem një raport shumë të mirë, ta mon miqësor, njerëzor, po në qëfë si dikush mund ka mujtë më këthy një jetë atëherë në atë ku, është afrimadaj. Me ujë, nuk e disha, po e di që ajmë ka këfjellë dhe I martë në jetë rezultati durve të afrimadës. Aj më ka najtë gati si thmijës vetë bërë. Tash, në të gjende që fare isha unë edhe më ndrojke, apo kuptën, ti ishe pa leves shumë. Edhe tash këto nuk ti banë gjithë kërsh. Unë për një me jam mirë një së të njetën ati djalli. Po, mirazimi ardhë më ka vizitu edhe në shpi, kër e më liru në pi burgit, ardhë më ka vizitu. Edhe fort më patë gëzu, kër e posh. Edhe masanajna I mi takuja 2-3 herë, kemi pi kafe, me si jam dalë në pi burgit, e kom lëp, do më thonë, shku si ka përnu të në burg, më shku e kom lëp, I mi dalë kemi pi kafe, kemi najtë, tani në ka u më kontakti, nuk e di ka është. Ka kohë që s'ti për ta.